Muzeu i Luvrit, një prej më të rëndësishmëve në botë, është mbyllur pak orë më parë. Shkak është bërë një vjedhje e disa objekteve me vlerë shumë të rëndësishme, materiale, por edhe historike për Francën. Sipas dhënave të ministres franceze të kulturës, disa objekte që i përkisnin bizhuve personale të perandorit Napoleon I parë dhe bashkëshortes e tij Josephinës janë vjedhur sot në orën 9:30, kur një grup hajdutësh, ndej rrethanat janë të paqarta, kanë hyrë nga një ashensor I shërbimeve, janë futur brenda në sallonin e Apollonit dhe kanë arritur të marrin objektet dhe mbas janë larguar. Sipas të dhënave gjithmonë të shtypit, kurora e mbretëreshës e perandoreshës Josephine është gjetur jashtë muzeut Luvrit, por ajo është e thyer, si duket e kanë braktisur në momentin e fundit, ndërsa për objektet e tjera nuk dihet as çka ndodhur me to dhe as lista e plotë e vjedhjes. Natyrisht bëhet fjalë për një vjedhje me qindra, ndoshta 10 ose qindra miliona euro. Nuk është hera parë që në Luvr vjedhet, ndoshta vjedhja më e famshme është ajo e vitit 1911, kur një punonjës italian I Luvrit, që quhej Vincenzo Perugia, arriti të vjedhë në gusht të vitit 1911 Mona Lisën e famshme, ose Gjokondën, siç njihet në Itali. Ai ishte një prej punonjësve të xhamave që bënte xhamat për mbrojtjen e Mona Lisës, hyri një ditë pushimi të Luvrit, arriti të heqë xhamin, të marrë pikturën e famshme të Leonardo da Vinci, e vendosi në trup dhe u largua pa pasur asnjë dyshim. Ai e mbajti për 2 vjet në apartamentin e tij pikturën më të famshme të globit, por më pas u dekonspirua kur I kërkoi një po e quaj tregtari arti në Firenze që dishiste Gjokondën e famshme. Tregtari artit njoftoi policinë, ju arrestua dhe në janar të vitit 1914, pra 2 vjet e gjysmë mbas vjedhjes, Gjokonda u rikthye në Luvr. Ai deklaroi që e kishte vjedhur sepse I takonte Italisë dhe jo Francës, dhe me këtë deklaratë, pavarësisht se bëri 7 muaj burg, u bë një lloj heroi në Itali. Kjo ishte vjedhja më e famshme e veprave të artit, ndoshta edhe në historinë e muzeume më në botë, ka me 10 vjedhje në pas. Sipas vlerës së sotme mendohet që vjedhja shkonte mbi 1 miliard ose ndoshta 1 miliard dollar. Gjithsesi, vjedhja e sotme është një nga më spektakolare sepse ka ndodhur në masat ekstreme të sigurisë. Duhet pritur për të parë se çfarë ka ndodhur dhe kush janë vjedhësit.